Hej, përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot do të përgatisim së bashku gështenja, do ju tregoj 3 mënyra si të piqni gështenja që të hapen sa më lehtë. Janë mënyra të thjeshta, praktike dhe që bëjnë gështenja shumë të shijshme, pa humbur kohë. Fillojmë nga puna, por si fillim dua t'ju kujtoj, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni sa herë postoj një recetë të re. Postojnë disa receta të reja gjatë gjithë javës dhe nëse e ndiqni videon deri në fund fare do ju shfaqen 4 recetat më virale, ato më të pëlqyera, më të gatuar nga ju. Në secilën prej mënyrave që do i përgatisim gështenja, gjëra e parë që do bëjmë, një tas i madh i mbushur me ujë, do të shtojmë gështenja dhe do i lëmë këtu për rreth 20 minuta, kështu ato marrin la gështirë. Pasi gështenjat e kanë bërë kohën e pushimit në ujë, do i marrim të gjitha një nga një dhe do i bëjmë kështu një çarje rreth e rrotull, duke kujdesur që të presim vetëm lëkurën, pa e prer tullin fare, ose thjesht pak në sipërfaqe. Ja, kështu nga pjesa e fryrë e gështenjës do të bëjmë një çarje në sipërfaqe me thik, pra do të presim vetëm lëkurën. Këtë gjë do e bëjmë për të gjitha mënyrat e pjekjes, sepse gështenjat e pjekura duan që të hapin pak lëkurën, kështu piqen edhe më mirë edhe hapen më lehtë pasi të piqen. Kam vendosur mbi zjarr një tigan gize që të ngrohet, sepse këto tiganët dihet që e pjekin më mirë. Do të bëjmë pjekje të thjeshtë, por me një 2-3 gjëra të vogla, që i bëjnë gështenjat më të buta dhe për të hapur më lehtë. Thjesht merrni gjithë sasinë e gështenjave që keni, do i kaloni në tigan, bëni gështenjat sa të doni ju. Dhe tani për të qëndruar më të buta dhe për të hapur më lehtë, do të bëjmë të gjëra. Do të shtojmë pak ujë, ashtu si xhankate në ujë. Dhe tani që gështenjat na qëndrojnë të buta dhe të hapen sa më mirë, një letër të lagur e kam shtrydhur, do e vendosim sipër gështenjave që t'i mbulojmë mirë dhe do i vendosim kapakun. Do i lëmë kështu për 15-20 minuta, pastaj do i kthejmë nga ana tjetër. Pasi kanë kaluar 15-20 minuta, heqim kapakun, heqim letrën, do i kthejmë nga ana tjetër, siç e shihni kanë filluar të hapen që tani disa prej tyre. I kthejmë edhe nga ana tjetër. Lëm nga kjo anë edhe 10-15 minuta, lagim përsëri letrën, e shtrydhim nga uji i tepërt, ja vendosim sipër, vendosim kapakun dhe presim edhe 10-15 minuta të tjera dhe kjo do i bëj që gështenjat të mbeten të buta, siç u thash. Kontrollojmë, besoj se tani gështenjat janë gati, shikoni si kanë filluar të hapen që tani. Kemi edhe një procedurë të fundit. Tani do të fikim nxehtësinë, këtu kam një tas të cilin e kam bërë me pecet dhe kalojmë këtu të gjitha gështenjat, do i mbulojmë dhe do i lëmë për 15-20 minuta, kështu ato zbuten edhe më shumë nga avulli i vet dhe hapen më lehtë. I mbështjellim dhe i lëm kështu në avullin e vet për 15 apo 20 minuta dhe tani vazhdojmë të përgatisim gështenjat me metodën e dytë. Nëse kemi tiganin e ngrohtë, do të vazhdojmë me metodën 2, po në tigan, por pak më ndryshe. Fillojmë me metodën e dytë, përsëri gështenjat duhet i lëmë për 20 minuta në ujë, pastaj do të bëjmë hapjen e famshme në sipërfaqe, mundohemi ta bëjmë nga kjo pjesa që është më fryrë e gështenjës, se presim mirë me këtë pjesën e lëkurës, të njëjtën gjë do të bëjmë për gjithë sasinë e gështenjave që duhet të pjekim. I prej të gjitha gështenjat dhe tani do i shtojmë krip të trash, disi bollshëm, kështu edhe do të marrin shije, por edhe do të
më mirë nga nxehtësia e kripës. Ndezim nxehtësinë dhe siç I kemi gështenjat bashkë me kripën I kalojmë në tigan. Do vendosim përsëri të letrën e lagur, I mbulojmë mirë. Vendosim kapakun dhe do I lëm 15-20 minuta nga njëra. Tani ti shohim për t'i kthyer nga ana tjetër. Janë bërë, mua kjo metodë më pëlqen shumë sepse edhe nga kripa marrin shije. Shikoni pak si janë hapur, tani të njëjtën gjë që bëmë përpara do I kalojmë të gjitha në një tas me pecet. Do I mbulojmë, do I lëmë kështu 10 apo 15 minuta, kështu edhe zbuten, edhe qërohen edhe më lehtë. Tani kemi metodën e tretë të fundit dhe më të shpejtën. Gështenjat duke I prerë do I vendosim në një tavë, kësaj herë pra metoda e tretë do t'jetë ajo e pjekjes në forn. I presim të gjitha gështenjat me radhë siç kemi bërë me dy metodat e tjera. Pra gështenjat piqen në pjesën, priten, më falni, në pjesën e fryrë. Pasi I kemi kaluar në tavë, do I mbulojmë mirë me një letër furre të cilën e kam lagur dhe kam shtrydhur pak nga uji. Tani do I mbulojmë herën tjetër me letër alumini, izoluar sa më mirë, ku ato e mbajnë nxehtësinë brenda dhe pjekja bëhet uniforme, ndërkohë edhe hapen edhe qëndrojnë të buta. Që kemi do kalojmë në furrë, furrën e kam ndezur në 200 gradë Celsius me ventilim dhe do I vendosë në pjesën e fundit fare të furrës. Do I lëm kështu për 20 minuta, pastaj do I kthejmë nga ana tjetër. Ndërkohë që ato gështenjat e tjera na piqen e do të shohim këto që kemi gati. Megjithse mua nuk më rrihej dhe I kam hapur ca, hapen shumë lehtë. Dhe sigurisht që ka të bëjë edhe lloji I gështenjës, jo vetëm mënyra e pjekjes, edhe gështenjat ashtu si arrat, nëse nuk janë të mira, nuk qërohen lehtë. Por këto ishin gështenja të mira, pjekja e duhur, të gjitha bashkë kanë bërë që të hapen kështu kaq lehtë e bukur. Ta hapim një këtu bashkë. Ja, shikoni sa lehtë që hapet. Një pak si duhem to që janë fritë në furrë. Duar të hapet të tuaj së të në lë. Edhe pak fare të shumë të duar. Dhe pastaj do I kaloj që di zbuten, me do I hapim bashkë. Ti shohim njërë këto, shikoni si kanë dalë. Edhe këto shumë të mira, për më tepër praktike dhe nuk kanë bërë fare me temperaturën që I kemi vënë, pa punë fare. Dhe pa tym fare, kemi gështenja të pjekura shumë mirë. Tek ky tasi, një 20 minuta sa na zbuten dhe I kemi gati. Ose do I qërojmë kështu duke u përvëluar, siç e kemi zakon, sepse këto që sa dalin nga furra janë ato që shijojnë më shumë. Këto pra ishin dhe recetat për sot, shpresoj t'ju pëlqejnë dhe të gjendeni mirë me to. Do të shihemi në videon e radhës. Faleminderit që ndoqët videon deri në fund dhe nëse jeni të rinj në kanalin tim, si gjithmonë nuk do harroj t'ju kujtoj mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e cilës kështu njoftoni për çdo recetë re, postohen disa receta të reja gjatë gjithë javës.